Universitetet Harvard dhe Johns Hopkins na tregojnë se vaksinat janë shumë më të rrezikshme se COVID-19. Ndërkohë që qeveritë i bën thirrje qytetarëve që të bëjnë dozën e 4 dhe të 5 të vaksinës, shkencëtarët vunë alarmin. Një studim i kryer nga shkencëtarët e Universitetit të Harvardit dhe Universitetit Johns Hopkins zbuluan se vaksinat për COVID-19 ishin dhe janë 98 herë më të rrezikshme se vetë virusi. Studimi është kritik lidhur me dozat përforcuese, duke nënvizuar se, duke përdorur të dhënat e incidenteve të padëshiruara të raportuara nga Departamenti i Shëndetit, studiuesit zbuluan se dozat përforcuese mund të shkaktojnë efekte të dëmshme të pritshme. Vaksinat dhe efektet e tyre negative anësore janë 18 deri në 98 herë më të rrezikshme se vetë virusi. Me fjalë të tjera, bëhet fjalë për efekte anësore që pengojnë funksionimin normal të trupit të njerëzit, me fokus kryesor problemet kardiake. Dhe e gjitha u bë publike në një kohë që qeveritarët dhe mediat kryesore u bënin thirrje të vaksinuarve që të injektojnin doza përforcuese. Ato të ashtu quajtura bivalente, që thuhet se synojnë variantin Omicron, teksa pas studimit rezultoi se dozat përforcuese nuk janë testuar tek njerëzit dhe se janë të rrezikshmërisë së lartë. Nga ana tjetër, Anthony Fauci u është përgjigjur kështu gazetarëve. Vaksina nuk është vërtetuar në ndonjë provë klinike, sepse nuk patëm kohë për të bërë provë klinike, pasi duhet ta nxirrnim vaksinën, teksa situata nuk ishte e mirë, jo vetëm në Amerikë, por edhe në botë. Në Amerikë kishim afro 400 vdekje në ditë dhe deri në 5.000 shtrime në spital. Kjo na bëri që vaksinën ta shpërndajmë pa patur provë klinike. Do me thënë, me koshiencë u injektuan njerëzve një vaksinë të patestuar dhe këtë tani e pohojnë në ligjërat të drejtë. Në të njëjtën kohë qeveritë kishin nënshkruar kontrata të pathyeshme për blerje vaksinash dhe njëkohësisht imponuan me detyrim vaksinimin e popullatës. Kush nuk vaksinohej dhe kush nuk vaksinohet. Edhe pse vaksina është e patestuar klinikisht, i nënshtrohet sanksioneve dhe pasojave. Dhe kështu, njerëzit u vaksinuan dhe vazhdojnë të vaksinohen. Por përgjegjësinë për pasojat nuk e mban askush. Qeveritë vranë me koshiencë banorët e vendeve të tyre, teksa tashmë edhe zyrtarisht janë në dijeni që injektuan dhe po injektojnë njerëzve një vaksinë, apo doza përforcuese të patestuara klinikisht. Konsiderohet ky një akt kundër njerëzimit? Jetojnë popujt në demokraci apo në diktaturë? Kjo është çështje. Mast Channel. Please subscribe.